Flutra, nga kjo që bisedua me doktor Rëshitin, po besoj që është një ndër arsyet e forta që edhe Chester Grupi ka mendu si ide lifestyle konferencen, sepse unë po besoj që i keni shiku edhe i keni hulumtu e i keni gjetë kretë këto rreziqe të cilat dami dihet, zgjidhja dihet, po që nuk po bëhet një hap para. Po, Saranda, ne kemi mendu me shku me këtë temë që është ECHA, Lifelong Health and Harm Reduction, apo reduktimin e riskjeve, sepse fillon gradualisht me reduktim të një risku, po të një dëmi deri në eliminim të një zakoni të keq. Ajo ndodh me sheqernat, me ulljen e dozës së tyre që i marrim, i konsumojnë gjatë ditës. Ajo ndodh me ushqimin e procesum, fast food dhe gjitha. Vazhdojmë të reduktojmë. Ajo ndodh me reduktim me pjesën e 10 minutit, 20 minutit të aktivitetit fizik. Pastaj reduktim të dëmeve apo të riskjeve mund të bëjmë edhe ata që janë konsumues të duhanit, për shembull. Nëse nuk munden me elan me njëherë që është gjëja më e mirë e mundshme, mund të reduktojnë në mënyra që janë më pak të dëmshme, që është duhani pa djegje, për shembull. Mundet të ketë, do më thonë, reduktimi i alkoholit deri në eliminim për arsyet të ndryshme shëndetësore që nuk mundem tash se jam ekspert, do më thonë, tek shëndeti i mëlçis apo edhe te pesha që besa që shkakton, do më thonë, edhe obezitetin. Mandej detoxin nga teknologjia, nëse i marrim brenda ditës, nëse e bëjmë një orë detox nga teknologjia, të mos qenit online krejt kohën me persona virtual, për të qenit online me persona që na rrethojnë. Edhe ajo është një reduktim i dëmit sa i përket shëndetit mendor edhe ngarkesës që kemi çdo ditë. E duke marrë parasysh krejt këto, duke marrë parasysh se sa jemi të ekspozuar ndaj një stili të pashëndetshëm ose pakës të dëmshëm të jetesës, kemi bërë atë analizën dhe besojmë dhe do ta çdo të gjetur apo çdo rekomandim të konferencës do ta ndajmë me institucionet relevante, në mënyrë që në hartimin e politikave në të ardhmen të kenë parasysh disa komponent, sepse edhe shëndetësia ndryshon dita ditës, edhe nuk mundesh me pas të njëjtën politikë apo të njëjtin ligj apo të njëjtën si themi, bazë si para 5 viteve apo si para 10 viteve, sepse ajo është diçka që ndryshon me studime shumë të fundit edhe duhet të ndryshojmë ne me të, jo ajo me neve, ne duhet jemi në hap, sidomos për ka aspekti shëndetësor. Teknologjia e gjitha këto i ka shpejtu, deshtëm nuk deshtëm na duhemi me nëzon hapin, pastaj është edhe inteligencë artificiale që kur vim tek informata që na plasohen, na mas pari e pysim që GPT-n sa që shkojmë me pyet doktorin. Edhe e vetë diagnostifikojmë veten edhe vim të një rrezik alo më i madh që mundemi me shku me marrë dhe barnat pa përshkrim të mjekut. Edhe që fatkeqësisht Kosova është ndodh dhe mundesh me marrë antibiotik të qasshëm kudo. E që një reduktim i një risku shumë të madh për shëndetin e përgjithshëm është kjo. Mos ta konsultojmë që GPT-n ta përdorim për disa sende më të tjera, jo për me marrë rekomandim të barnave, sepse vajzotnia atë thotë por prap të lutem konsultoje mjekun specialist për këtë punë. Dhe normal një thirrje që bile edhe barna të jepen me recetë të mjekut, me përshkrim të mjekut, të merren suplementet të kontrolluara, të provuara, të testuara, në mënyrë që të reduktojmë dëmin që mund t'i shkaktojmë nesër shëndetit tonë.